Nuk thuhet matin, po thuhet me tin. S'po them që haram, por unë e këshilla në emën tjetër, jo veç me tin. Ose me Abdul me tin, ose në emën tjetër. Disa emra, sipas të gjithë ulemave, të pas kujdes robi nuk bën me mërtu e vladin. Emni Allah, emni Rahman, kështu më radhë. Ndërsa disa emra bën me mërtu, por e lejuar, por ju e pëlqyer. Djali ka lind para do ditëve, edhe kemi mendu një emër që quhet Matin. E deshta me ditë pe hoqës nëse e din nëse ka ndaj problema me avnu këtë emër. Nuk thuhet Matin, po thuhet me tin. Me tin është fjala e Allahut. Rani është me qenë Abdul Metin. Gafur, Abdul Gafur. Rahim, Abdul Rahim. Hakim, Abdul Hakim. Është preferuar, për emrave që preferohet me ngjit, është në emrat Allahut përmjashtu Abd. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Metin, e kështu me radhë. Kështu që veç si emën, mund së më pëlqen ashtu. Pas. Këtyni që pëlqen me Abd, se duket gjatë, dhe shqiptarët nuk e thojnë. Kështu që s'po them që haram, por unë e këshilla në emën tjetër, jo veç me tin. Ose me Abdul me tin, ose në emën tjetër. Të emrat tjetër shumë Rahman, Rahim? Disa hahet, disa përbihen, se nuk është në rangut të preferuar, por nuk është edhe rangut të ndaluar haram. Nuk është rangut të preferuar sepse na tham këtë emrat e Allahut këto, që janë Rahim, Gafur, Shakur apo Shakir, rënë më kanë Abdul Shakir, Abdul Shakur, Abdul Rahim, Abdul Samed, Abdul Basit, Abdul Baqi, Abdul Rahim, Abdul Rahman, thamë kështu me radhë. Por disa emra të Allahut janë vetëm të Allahut edhe asësi të asnjë krijese. Se fjala vija në Rahman. Rahman është veç Allahut. Nuk bën me qenë Rahman njeriu, se s'mund të jetë Rahman. Ghaffar nuk bën me qenë robi. Allah. Baqi, të në thënë Baqi, nuk bën me qenë robi. Baqi është Allah. Të më është me qenë Rabbi Baqis, e që bia Abdul Baqi. E jo Baqi. Se Baqi bjen i përhershëm. Kush është i përhershëm? Allahu. Samed. Samed është Allahu. Samed në aspektin gjësor i bie diçka që nuk ka brendësi. Diçka që nuk ka brendësi. Ai është Allahu. Nuk është insan, andaj themi Abdul Samed. Ose, emrat të tillë sa të dush, vëran me emrat të tillë, të cilët robi janë disa emra pra të veçantë që nuk bën me qenë robi vetëm Allahu. Por janë disa të tjerë, si për shembull Rahim, Rahim bën. Nuk është të preferuar, por brenda rangut të lejuar. Brenda rangut të lejuar. Pse? Sepse Rahim, Latif, apo Latif, e Hakim, e shumë të tjerë, të këtij lloji të rangu, janë cilësi, të cilat mund të ketë krijuesi dhe mund të ketë krijesa, e përbashkëta e këtyre cilësive të krijuesit dhe të krijesës është emërtimi dhe kaq, është emërtimi. Për shembull, Basir. Çfarë është Basir? Është shikimi. Ka emra shqiptar Basir. Besir. Ka emra. Tamam? Basir. Është shikimi. Allahu a shikon? Po. Robi a shikon? Po. Pra robi e ka cilësinë
e shikimit, Allah ka cilësinë e shikimit. Robi ka cilësinë e dëgjimit, Allah ka cilësinë e dëgjimit. Robi e ka cilësinë e mëshirës, sepse robi mëshiron, e që është Rahim, Allah ka cilësinë e mëshirës. Por cilësia e mëshirës të Allahu, e shikimit të Allahu, e dëgjimit të Allahu, e butësisë të Allahu, e urtësisë të Allahu, nuk ka të përbashkë me robën përpas nemen, asgjë tjetër. Tamam? Pra disa emra, sipas të gjithë ulemave, do të pas kujdes robi nuk bën me mërtu e vladin tu. Emni Allah, emni Rahman, kështu më radhë. Ndërsa disa emra bën me mërtu, por është e lejuar, por ju e pëlqyer.